prozo e Trump. Pritë të mbaroj që atë them. Tani, Trump duhet të them, do e thënë, unë e mora për shembull për treguar që Trump edhe njerëz të cilët e kanë kundërshtuar më parë, e kanë mbajtur qëndrime radikale ndaj tij, sot I ka të përfshirë dhe I dëgjon. Ai është I profilizuar në çështjet e trafikut të drogës dhe të është pikërisht në këtë madje ka propozuar dhe një ligj. Po ta bën në 2007 duhet gjej një shok tjetër, jo Lindsey Graham. Gjej emër tjetër të lutem. Ka njerëz. Pse jo, ky jo. Ky e ka në varësi të muaj. Është varet nga muaj. Mirë, shkojmë në publicitet. Na ka mbledhur pak minuta, por siç e tregoi edhe aksioni I Marinesave Amerikan, mjaftojnë vetëm 47 sekonda për të vëzuar diktatorin e një shteti të narkotrafikut. Nga Maduro tek Ramaduro. A duhet ta marrim seriozisht Sali Berishën? Rikthehemi pas pak. Mirë, kthehemi pak minuta e fundit për folur për një çështje që sigurisht lidhet me këtë, se sa serioze apo jo, këtë varet ta diskutojmë, nuk na dalin ndoshta pak minuta, por ndoshta edhe na dalin. Skënder dje zoti Berisha tha doli me entuziazëm etj, entuziazmoi gjithë përkrahësit e tij, tha një batutë ama që ishte që u detyrua ta korrigjonte. Sot pasi ne ja emfazuan pak, ja vun pak në kontrast, sepse lat kuptoj që e vetmja shpresë për largimin e Edi Ramës është një aksion si ai për largimin e Maduros. Sot ajo tha, nuk do të Marinsat, po do e heqim ne. Po ndërkohë, nga ana tjetër, të gjithë burit e tij rreth e qark thonë që ajo që po ndodh me Maduron është paralajmërimi I asaj që do ndodh me Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Zakonisht ka një vazhdim historike shumë precedentësh, zakonisht kur ngjarjet e mëdha botërore vinë dhe distilohen në këtë pazarin qesharak shqiptar, marrin nota thellësisht humoristike. Është një komedi që luhet sa herë që të shtin dikush në Amerikë apo në Evropë dhe këtu në Shqipëri thonë plasi epidemia, do të thonë prisni, bëuni gati se erdhi. Ç'a të thuash? Kjo është një deklaratë që komenton vetveten, është një marrëzit që persona që janë vetë non grata thonë për personat non grata prisni se do vinë t'ju marrin amerikanët. Domethënë tani është një realitet I kthyer përmbys, sepse ku Shqipëria, ku Venezuela, krejt tjera, dhe naftë edhe atë po thuhet se na e mori bankersi. Domethënë krejt realitetet ndryshme, vënda antar I NATO-s, këtu negociata me BE-n, do të thotë vënda aleat me Amerikën, ndërkohë që Maduro I kishte përzënë gjithë kompanitë e naftës me gjithë Chavezin, ishte kthyer një vend komplet të mbyllur dhe krejtësisht pa aksesueshëm për amerikanët, ndërkohë që Shqipëria është I libër më së I hapur për amerikanët e të gjithë llojeve dhe kjo është gjë e mirë sepse realisht ne jemi borxhlinj Amerikës sepse ka krijuar shtetin e dytë shqiptar në Ballkan. Prandaj unë në këtë kontekst që Amerika të ndërhyj kaq fort në punët e brendshme të Shqipërisë, ta dërgoj helikopter Chinukët edhe këto avionet të luftarak për të marrë nga rezidenca kryeministrin, presidentin apo cilin do, kjo është një marrëzi që kemi presidentin. Nëse e thash si për shkak të postit, nuk e thash për shkak të emrit, edhe të personit. Bego. Gjithsesi është gjë që nuk do të ndodhë, pra, këtë desha të thoja. Okej, Bego. Amerika ka ndërhyrë në Shqipëri dhe sovranistët e Partisë Demokratike deri disa muaj më parë thoshin që talleshin me Amerikën, Amerika. Amerika duhet të qëndronte larg sepse çështjen e votës në Shqipëri dhe të rotacionit të pushtetit do ta zgjidhte populli shqiptar pa Amerikën. Pasi e panë që dështuan këtu sepse me non grata në krye dhe me Amerikën prezent që I shikon, vëzhgon dhe kontrollon gjithçka në Ballkan, jo vetëm në Shqipëri, dështuan dhe tani krijojnë alibi thjesht për të mbajtur militantët sepse po ikin dhe militantët. Dhe për këtë u jep shpresë, I thotë, do të ngjarje e madhe atje, meqense këtë kemi meqense kemi cilësuar Ramaduro, për analogji me rregull të treshit I bie që edhe të vinë të heqin këtë Ramaduron ton këtu dhe të bien non grata në pushtet. Pra, amerikanët do heqin dikë që se ka non grata, kanë bashkëpunuar dhe kanë qëllimet e tyre në rajon I kanë plotësuar më së miri, është ajo që thatë ju kërkojnë një u japin 7,
dhe do të sjellë dikë cili deri, do e thënë, është i cilësuar non grata nga amerikanët, i papranueshëm më, e ka mbyllur kapitullin e bashkëpunimit me ta dhe kjo e bën jo vetëm paradoksale në terma serioz, por i bën qesharak, sepse çfarë thon sot nuk e thon nesër dhe janë të paqartë. Pra pafuqinë e tyre, impotencën e tyre për të thithur, për ta bërë popullin shqiptar me vete, edhe pse shumica e qytetarëve shqiptar me sa duket janë kundër qeverisë për vetë situatën në cilat është ndodhur politika shqiptare, real politika. Pra këtë pafuqi opozita nuk e përkthen dot në mbështetje dhe për këtë arsye ripre, do të thënë që zgjidhja të vijë nga jashtë. Brenda këtij paradoksi ne kemi qenë në historinë tonë gjithmonë, por e kemi parasysh, duhet të vi dikush nga jashtë të na japë zgjidhje brenda. Do të vi sidomos nga lart. Sidomos nga lart. Medir, për ju e kam, temi sigurisht ka një dozë temi humoristike, për mos thënë komike në pritshmëritë që ngren artificialisht krerët e opozitës në Shqipëri, por nuk besoj se ke një koment për këtë, por pyetja ime lidhet më tepër, a keni një koment kjo lloj ndërhyrje amerikane e cila temi duket që është e fortë, ka tronditur boshtet gjeostrategjike botërore, përfshirë edhe NATO-n pas reagimit pak minutave më parë të Danimarkës, a do ketë kjo reperkusione në Ballkan? Në Ballkan ndoshta, por jo në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra, ajo që mendohet nga zoti Berisha apo nga persona të tjerë që Shtetë Bashkuara ndërhyjnë dhe ata që janë në studio janë shumë mirë dhe shumë qartë, asë mos na shkojë mendja për diçka të tillë, sepse fakti është që çdo student i marrëdhënieve ndërkombëtare din shumë mirë që në politikën e jashtme çdo shtet ka në pronësitë e saj disa instrumenta disa leva për të manipuluar politikën e një vendi tjetër. Forca ushtarake është njëra për tyre, ndërhyrje ushtarake, por sigurisht diplomacia është tjetra dhe është më e lira, në fakt, nga gjitha mënyrat. Shtetë Bashkuara ka aftësinë dhe ka mundësinë tashmë për të bërë gjithçka, për të reflektuar interesat e veta, ekonomike mbi të gjitha, për të bërë atë që dëshiron për të bërë. A do të ketë pasojë në Evropë, në Ballkan, unë besoj se po, sepse do të instrumentalizohet, sikur është instrumentalizuar për temin në Shqipëri, ju përmendët edhe në hyrje, në fakt, zoti Vučić është duke instrumentalizuar atë edhe në Serbi, dhe kjo mendoj unë do të jetë pasojë më e madhe dhe ajo që duhet të kushtojmë pak më shumë mendjen në rajon, jo një ndërhyrje nga Shtetë Bashkuara, por se çfarë demagogët themi në rajon do të bëjnë me këto lloj ndërhyrjesh, me këto lloj reagimesh. Pastaj e dytë që do të thoja unë që do të ketë ndoshta një pasojë edhe më të madhe, që se kemi diskutuar se se kemi kohën sot, po çfarë ndodh nëse Shtetë Bashkuara dështojnë në Venezuelë? Pra, ne shikojmë që 2-3 ditë e para kemi euforinë, po e hoqim Madurën, po mos harrojmë që në Venezuelë ka ndodhur është njëjtë regjim. Dhe ai regjim sigurisht duhet të kompensojë tash nevojat e gjithë interesave që kanë aty, ekonomike, kriminale të tjera. Po patyshim çfarë ndodh, ky pyetje e madhe do jetë çfarë ndodh nëse administrata amerikane bashkëpunon me mbetjet e regjimit Maduros aty, kjo pastaj është bëhet një unë do të tjetër çfarë ndodh nëse ata nuk bashkëpunojnë. Nëse ata nuk bashkëpunojnë, nëse japin Shtetë Bashkuara një pjesë të vogël të asaj që ata duan, a do ndërhyjë Shtetë Bashkuara në mënyrë ushtarake? Unë nuk besoj që Maga e dëshiron diçka të tillë, nuk do dëshiroj që edhe vetë Shtetë Bashkuara Boots on the ground janë të pranueshme tha Trump, po ta shikojmë çfarë ndodh. Janë pranueshme. Atëherë, ju e thatë me drejt kemi kohë, po do ta diskutojmë sërish, po Emilio e para dhe pastaj në fund Ledio për një ndër pyetje. Pra, reperkusionet që mund të ketë kjo gjë që po ndodh, që nis në Venezuelë, duket që nuk do ndalë atje. A do mbrim Ballkan? Shikoni, se nuk prekëm një gjë po që është shumë e rëndësishme. Qasjet ideologjike edhe të këtij veprimi. Dhe ka dy botë, po çojmë të majtën europiane në përgjithësi, ka qenë një kundërshtim të plotë të asaj që është e drejta apo jo, kjo ndërhyrje në aspektin e të drejtës ndërkombëtare. Dhe nëse do shohim gjithë drejtuesit të majtës, qoftë në qeveri, qoftë në institucionet të majtës, nga Sanchezi, Marine Le Pen pati e para dhe reagoi shumë ashpër. Kryesisht në radhë të parë të majtës, për arsye edhe ideologjike, po shohim që kanë qenë kundërshtar të asaj që ndodhi e para. Kjo e dyta që do ketë ose mënyra se si përkthehet në atë që është ndikimi në rajone kaq të vogla si që jemi ne. Ne shohim si duke qenë këtu na duket vetja se jemi dhe në qendër të gjithë zhvillimeve, po jemi një rajon edhe rajoni shumë i vogël krahasimisht në atë që është interesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është do thoshja që do ketë një ndikim. Po nëse do marrim për Shqipërinë, duhet të jemi fatlum nëse do kishte një ndikim në aspektin
e atyre që janë politikat amerikane dhe të reformimit që ata selin nëpërmjet qëndrimeve të tyre, siç janë qoftë në institucionet e brendshme, qoftë që nëse do shohim edhe në ndikimet që në vitin 92 ato që ka qenë ndikimi, ai që ka qenë ndikimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri ka qenë gjithmonë pozitiv. Akoma më shumë sot që na nevojitet një drejtim, do thoshja, apo edhe një mbështetje më e madhe në atë që është reformimi i institucioneve shqiptare. Për rajonin dhe mbyll është më shumë në aspekt, do thoshja, retorik, apo edhe në aspekt mikropolitikave, se sa më shumë do ketë ndryshime. Vendimi që në Kongres që i ka lënë një afat tremujor dhe që qarkulloi para disa ditësh në mediat shqiptare tregon që interesimi që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës me një qasje të re më të fortë në Ballkan, nëse do të kalojë. Por ama në Shqipëri është prezent nëpërmjet SPAK-ut. Është nëpërmjet institucioneve të cilat kanë mbështetur për reformimin brenda në Shqipëri. Drejtësi dhe luftë kundër kriminalitetit. Ledjo se duhet ta mbyll. Shkoj, të hedhësh në sistemin ndërkombëtar, duhet të kesh fuqi ta bësh, duhet të kesh fuqi të përballosh presionin që mund të vijë. Nëse ka një vend që mund të hedhë në këtë strukturën që shkruar në rajonin tonë është Serbia. Nuk qoftë Kosova, qoftë Bosnjë-Hercegovina. Dhe Serbia sot ka pak mundësi për të hedhur në këtë sistem që shkruar në rajon dhe ka pak mundësi, shumë pak mundësi të mbijetoj presionin që mund të vijë nga edhe nëse NATO bie, ashtu Danimarka. Por ka një logjik sot në Beograd që Bashkimi Evropian nuk do jetë shumë gjatë. Pra, Rusia do fitojë luftën në Ukrainë, do marrë territorë dhe do jetë një thyrje shumë e madhe në sistemin ndërkombëtar. Veprimet e Trumpit do fillojnë të dobësojnë Bashkimin Evropian dhe prisi Evropën e Bashkuar, dhe një situatë të tillë logjika serbe është që ajo mund të jetë një mundësi për të hedhur në erë thua strukturën që shkryuar në rajon. Por thash mundësit janë të pakta për të përballuar një hedhje të tillë, për të përballuar presionin që mund të vijë nga Evropa. Nuk e ka as fuqinë ushtarake as Faleminderit Emilio, faleminderit Beko, faleminderit Skënder, faleminderit profesor Melir Memën, faleminderit shumë. Shpresoj të jemi sërish bashkë për të diskutuar atë që u thatë vazhdimin asaj që mund ndodhi apo që mund mos të ndodhi në Venezuelën pas rrëzimit të Maduros. Ndërkohë, qëndroni në ABC News, War Report me të rejat më të fundit nga zhvillimet në Venezuelë, derisa Lidoçi me historinë e tij, ndërkohë bashkëshimi në ora 22 me sondazhin e parë për vitin 2026, sondazh që fokusohet pikërisht tek ai si ishte viti i kaluar dhe cilat janë pritshmëritë e shqiptarëve për këtë vit që sapo ka hyrë, dhe padyshim do kemi dhe kotat politike për herë të parë pra në këtë vit të partive kryesore, Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, të partive të reja. Shihemi bashkë në orën 22, qëndroni në ABC News. Hoqi një pyk, si thua, është kinezo-ruse në hapësirën e vetë perëndimore, dhe gjithë logjika e tij me Meksikën, me Kolumbinë, ose mos me Groenlandën nga ana tjetër, të bën të mendosh që po shkojmë një lloj zbatimin të përpikt në terren të doktrinës Monroe,